Kapiteni i Serbisë Aleksandar Mitrović, i cili u zvendësua shumë herët rreth minutës së 60 nga trajneri Piksi në ndeshjen e ndjeshme kundër Shqipërisë, nuk e ka fshehur dëshpërimin e tij pas humbjes, duke cilësuar si një ndër ndeshjet më të rënda në karrierën e tij. Nuk është me shumë mundësi, por e them e sigurt që është një nga humbjet më të vështira në karrierën time si lojtar, shumë e vështirë për futbollin ton në ekipet kombëtare. Nuk luajtëm një ndeshje të mirë, ndjem trysninë dhe nervozizmin që nga momenti i parë nuk ishim konkret. Pësuam përsëri një gol në kohën shtesë, përsëri nga topi i dytë, të gjitha na sollën këtë humbje. Nuk ja dolëm të krijonim rastet në pjesën e dytë. Luajtëm me të vërtetë në mënyrë shumë nervoze. Janë momente të vështira për ne. Brenda 3 ditësh kemi një ndeshje të rëndësishme në Andorra. Teorikisht jemi ende në lojë, por asgjë nuk varet më nga ne. Por le të bëjmë të mirën në 3 ndeshjet e fundit dhe të shpresojmë se Shqipëria do të humbas në një pikë, tha Mitrović pas ndeshjes.